News. Top Channel. Lajme. Policia italiane arreston të mëshmin e Beratit Lulzim Caka, lindjen e Krishtit. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në edicionin qendror informativ këtu në Top Channel. Por përpara se të fillojmë këtë edicion informativ, i urojmë gjithë besimtarëve të krishterë kudo që të ndodhen gëzuar Krishtlindjet. Dhe lajmi i parë për ditën e sotme. Top Channel. Lajme. Nga 10 verandave me policinë janë ndjetur 130 makina dhe 2 shkolla. Të nderuar teleshikues, përshëndetje të gjithëve, do të jemi bashkë në edicionin e orës 17:30 në Top Channel. Shqipëria zhytet edhe më tej në errësirë dhe në një krizë energjetike që duket se do të zgjas pothuajse gjatë gjithë këtij dimri. Korporata elektroenergjitike ka publikuar oraret e reja të kufizimit të energjisë elektrike, ku në Tiranë do të ketë të paktën dhe koncert madhështor i kanalit muzikor të digital Bit My Music në sheshin Skënderbej natën e ndërrimit të vitit. Vladimir Putin akuzohet se po bën presion politik mbi vendin fshinj. Të nderuar teleshikues, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Sot është dita e parë e vitit 2006 dhe redaksia e lajmeve në Top Channel ju uron të gjithëve një vit të mbar kudo që ndodheni. E për të pritur vitin 2006 në sheshin Skënderbej këtu në Tiranë kishin dalë mijëra njerëz, si çdo vit të gjithë kanë qenë të pajisur me fishek zjarre të llojeve dhe përmbasave të ndryshme, ndërkaq shpërthimi të cilave ka krijuar një gjendje të vërtet paniku dhe Zonja dhe zotrinj, ju përshëndesim. Kolegji zgjedhor vendosi që të anulloj zgjedhjet në bashkinë e Rogozhinës pas ankesës Bashk Fitojmë. Kandidatit socialist fitojnë në këtë bashkim me 21 avionët F-16 nga Olanda dhe Danimarka. I shohim tani në mënyrë më detajuar zhvillimet kryesore të ditës. Duket se zgjedhjet lokale nuk kanë përfunduar